Dërkucët. Na ishte njëherë një mamados që jetonte në një kasole të vogël me të 3 dërkucët e saj. Dërkucët, ca grykës të mëdhenj, u shëndoshën aq shumë sa që nuk u vërtiteshin më dot në kasolën e vogël. Të 3 vëllezërit vendosën të ndërtonin secili strehën e tij. Një mëngjes, mamadosa i përcolli dërkucët në udhë. Para se t'i humbisnin nga syt, ajo i porositi që të ndërtonin kasole të forta dhe të mos ja hapnin derën ujku të keq që nuk ndaj hap pas hapi. Mirupafshim vogëlushët e mi, i përshëndeti mamadosa, dhe mos harroni të hani bukën që keni në trasta. Pas pak, para dërkucëve, u shfaq një fshatar me një qere të ngarkuar me kasht. Dërkuci i madh vendosi ta ndërtonte kasolën e tij me kasht. Ai nuk donte të lodhej. Një kasole me kasht ngrihet lehtë. Më falni, zotëri, dua të ndërtoj një kasole. A mund të më japësh ca kasht për të ngritur kasolën time? Patjetër, tha fshatari dhe ja fali të gjithë kashtën. Dërkuci filloi ta ndërtonte kasolën me kasht. Punoi pa pushuar dhe pas pak, kasolja e tij e kashtës ishte gati. Dërkuci i dytë vendosi ta ngrinte kasolën me shkopinj dhe drasa. Më i vogli nuk i besonte as kasolës së kashtës dhe as kasolës me shkopinj dhe drasa. Ai mendonte për një kasole me themele dhe mure të forta. 2 dërkucët e mëdhenj qeshnin, teksa mendonin se sa do të lodhej vëllai i vogël. Një ditë, ujku trokiti në derën e kasolës së kashtës. Dërkuc, lërm të futem brënda, ose ndryshe me një të fryrë, do ta flak kasolën tënde në erë, i tha ujku i fryrë si një kacek. Jo, zoti ujk, nuk të lë të futesh brënda, tha dërkuci dhe mbylli derën e kashtës. Ujku nuk e zgjati më, por mori frymë thellë dhe fryu në kasolën e kashtës. Dërkucit ju duk sikur shpërtheu një stuhi e madhe. Kashta fluturoi në ajër dhe vetëm pak qaste më vonë, kasolja e kashtës u rrëzua. Dërkuci i tmerruar nuk dinte ku të shkonte. Nuk e ktheu më kokën prapa, gjersa arriti në kasolën me drasa e shkopinj që kishte ngritur vëllai i dytë. Të 2 dërkucët e mbyllën derën me shullë që të mos futej ujku. Nuk ishte kaluar shumë kohë kur ujku u shfaq para kasolës së ngritur me drasa e shkopinj. Dërkuc, lërmëni të hyj brënda, ose me një të fryrë do ta rrëzoj kasolën, tha ujku. Jo, zoti ujk, nuk të lëm të futesh brënda, thanë të 2 dërkucët. Ujku dëgjoi përgjigjen e 2 dërkucëve dhe nuk e zgjati më tej. Mori frymë thellë dhe me një të shfryrë e rrëzoi kasolën me shkopinj. Të 2 dërkucët u tmerruan dhe vrapuan sa mundeshin për të gjetur shtëpisën që vëllai i vogël kishte ngritur me tulla. Vëllai i vogël në atë kohë po vështronte pyllin me bredha nga dritarja e shtëpisës së tij të bukur. Ishte lodhur shumë për ta ngritur shtëpisën e tij, por ndjehej i lumtur. Befas, atje tutje. Në pyllin me bredha, ai pa 2 vëllezërit e tij që po vraponin të tmerruar. E mori me mend se të 2 vëllezërit po i ndiqte ujku dhe hapi derën. Të 3 dërkucët u futën brënda në shtëpisën me tulla dhe e mbyllën derën me shullë. Ujku nuk vonoi shumë dhe arriti te shtëpisa me tulla. Dërkuc,
lërmëni të futem brënda, tha ujku, ose me një të fryrë unë do të rrëzoj shtëpisën. Jo, nuk të lëm të futesh brënda, u përgjigjen të 3 derkucët. Ujku fryu me sa fuqi që kishte. Shtëpisa me tulla as donte të dinte për frymën e ujkut. Fryu dhe fryu dhe fryu. Fryu dhe fryu përsëri, por shtëpisa nuk donte t'ja dinte. Ujku mori vrull që ta rrëzonte me forcë shtëpinë, por nga përplasja ju duk se ju thyen kockat. Kur e mori veten, ujku u vërtit rreth e qark shtëpisës për të gjetur një mënyrë të futej brënda, por më kot. Ujkut nuk i mbetej gjë tjetër, veç se të hipte në çati dhe të përpiqej të futej nga oxhaku. Dhe ashtu bëri. Unë gjit në çati dhe dal nga dal u afrua në grykën e oxhakut. Ndërsa ujku ishte ngjitur në çati, të 3 vëllezërit derkuc kishin ndesur një zjarr të madh. Ujku u lëshua në oxhak dhe u tmerrua kur pa zjarrin që bubullonte në vatër, po përcëlloi nga flakët dhe u lërinte pa pushuar. Nuk ishte mbetur asgjë nga pamja e tij kërcënuese prej mburraveci. Njëri nga derkucët hapi derën dhe ai i llahtarisur mundohej të shpëtonte dhe të zhdukej. I lebetitur, ujku ja dha këmbë dhe u largua. Nuk ecte, por fluturonte nga tmerri që e kishte pushtuar. A do të kthehesh ndonjëherë tjetër? I thanë derkucët. Ujku nuk kthente përgjigje. 3 derkucët nuk përmbaheshin nga e qeshura që i kishte pushtuar. Unë dëshiroj që të qëndroni për gjithnjë këtu me mua në shtëpisën me tulla, tha vëllai i vogël. Vonë, të 3 derkucët shkuan në shtrat. Ndjeheshin të qetë e të lumtur dhe ishin të bindur se ujku i keq nuk do të guxonte t'u afrohej më.